Të ndërtaj me shumë rëndësi për t'i ditur, e përmendë thatë e keni takuar, e keni parë Thaqin, thotë vepronte si krye negociator, ashtu si që edhe ishte, por e kishit takuar edhe Rugovën më herët. Si e kujtoni Thaqin, edhe si e kujtoni Rugovën ato komunikimet e para që i keni patur zoti Walker? Well, number one, I'm impressed that I don't see Hashim Thaçi in the picture. Nuk po e shoh Hashim Thaqin në foto. Jo, ja ku është. The guy that signed in the beginning is Thaçi, and this is Chris Hill. Yeah, Ambassador Chris Hill. Nga fillimi është, nëse e vendos videon se ambasadori nuk po e sheh, është duke e nënshkruar, yeah, there it is. Okay, well, okay. There it is. Okay. He didn't have gray hair at that time. He was young. He was like 30 years older, or 29 or 30. I'd say that was my first. Ishte hera e parë që e takova Thaqin. We only spoke a few words. Vetëm disa fjalë të pakta. Kur hyri tër delegacioni, e përshëndeta edhe presidentin Rugova, doktor Rugovën, sepse atë e kisha takuar disa herë këtu në Prishtinë si kryesuesi misionit të verifikimit dhe pas i kisha ardhur në rajon, pa ta shkuar që të takohem me Miloševićin, që të rinjoftohesha me të, sepse tashmë e njihja atë nga detyra ime, nga mandati im në Kroaci, kur erdha këtu në tetor më duket, më thanë që presidenti Rugova është ana tjetër e dialogut dhe duhet që të shkosh dhe të prezentohesh. Kam takuar doktor Rugovën 2-3 herë para Rambujes. Përshtypjet e mia, takimi me Hashim Thaqin për herë të parë, përderisa po parakalonte në sallë, po hynte në sallë, Jacques Chirac isha aty që të na mirëpriste, kishte gjithë ata njerëz të rëndësishëm nga e tërë Evropa që për të parë se çka po ndodhte në Evropë dhe më duhet të them se isha pak i befasuar. Ndoshta ishte nuk ishte vetëm udhëheqës ushtarak, por edhe politikan shumë i mençur. Hyri me shumë vetbesim në fytyrë dhe isha kjo më dha shumë përshtypje, ai ishte aq i ri aty. Zotëria mprapa atij është një